është historia Antonias, e cila do të vijë sot anonim për të bërë rrëfimin e saj. Ajo nuk është ezauruar nga sakrificat e saj si grua, por nga mungesa e frymarrjes brenda mureve të shtëpisë. E kemi në telefon. Antonia? Përshëndetje. Përshëndetje Antonia. Dëgjoj zërin e vajzës në sfond. Po, është duke munduar ta zëri gjumi. Ashtu siç më ke përmendur edhe në telefonatën që kemi bërë bashkë paraprakisht, vajza është 24 orë në 24 me ty. Po, për është një 10 minutë ndoshta që mund të bëj një dush të shpejt. Antonia, si ndihesh ti në këto momente? Emocionalisht, them. Do thoya si një godë lëshuar nga 1000 kilometër larg në ajër. Dhe mendoni sa copa mund të thyen në shesh. Për sa kohësh ndihesh kështu? 12 muaj, edhe pse vajza ka vetëm 11 muaj lindur, për 12 muajsh. Si ndihesh ti brenda mureve të shtëpisë ku jeton? Sigurie në ujë. Dhe të mungon frymarrja. Në çdo veprim që ti bën, kisë që të vëzhgojnë, që të gjykojnë, nuk më do të frymëlirishëm. Të mungon liria brenda shtëpisë. Liria është pak, sepse ti që e ke aty ku do ta gjesh para, po kjo është sikur mos ta tish që ku e ke më lirin. Të shoqërojnë gjatë gjithë kohës mendime, por kur zgjohesh në mëngjes, cili është mendimi i parë që të vjen në kokë? A duhet të përballen një njeri për të dalë nga dera e dhomës apo po rritet pak? Mëse nuk do të përballem sot. Me ta është gjykus. Që sa dal nga dhoma e gjumit më shikojnë. Dhe ky njeri është vjera jote. Po. Që duke përpjekur derisa të largohet ajo. Dhe ndoshta dalë të marr frymëlirishëm se çdo ditë. Kur i ndjeve ti problemet e para në raport me nënën e partnerit tënd? Unë ato e kam ndjerë që ditën e parë që kam takuar. Sepse ai personi nuk ka pranuar edhe pa mjaftu fare. Që në rastin që ajo mori vesh djalin sa për frekuentohesh me dikë, ai nuk ishte interesuar se kush ishte kjo gocë. Dhe kur unë thjesht am ardhur, thjesht nuk ka takuar siç është të përpresësh dikë që të po do djalin tënd lumtur dhe ai e ka pranuar atë. Ajo nuk u afrua se të takonte? Ja, nuk u afrua të më takonte, më tha thjesht nga këmbët e koka me një vëzhgim edhe prap. Si të bëri të ndjehesh prania e saj, mënyra se si ajo u soll ndaj teje? Në moment i bëja vetëm një pyetje vetes, sa ka qenë ndonjëherë nën? A ka lindur ndonjëherë? A është ndjerë ndonjëherë me një fëmijë drogën 24 orë non stop që s'di çfarë të bëj? Apo thjesht nisha e para që ajo pa dhe hajtë se po i turrem. Dhe që në fakt ishte nusja e dytë e shtëpisë, sepse partneri yt ka qenë edhe njëri martuar, pra ka edhe një divorc pas shpinës. Po, jam nusja e dytë dhe fjala ime e parë që kam takuar ka qenë që unë s'kam marrë të bëj luftë për muret e shtëpisë, por kam ardhur që të bëj djalin tënd të lumtur. Atë as dua asnjë gjë tjetër. Nuk dua as pasuri as një gjë. Nga komunikimi që ke pasur me partnerin tënd, në të njëjtën mënyrë ajo sjell edhe me ish bashkëshorten e tij? Me të njëjtën mënyrë, nuk ndryshon. Po. Erdhi bebja në jetë. Si u pritën në shtëpi? Po. Nuk u takova fare. Dhe justifikimi ishte që sapo jam nga rruga dhe nuk të takoj se ti sa ke lindur. Edhe unë kam vetë për të bërë një dush dhe kur kam dalë kam parë duke marrë fëmijën tim në krah dhe pyetja fjala e parë që kam thënë partnerit ka qenë për mua ishte pis, për vajzën është e pastër. Ka qenë një shok. Ndërkohë që më punët i kisha bërë vetëm 2 ditë para se të lindja dhe një natë pas e ka fitur në shtëpi kisha frikë të vija të bëja nevojat personale në tualet se vinte një herë që unë nuk e duroj dot. Ndoshta nuk e di, kam pasur shisat shumë të hapur në atë moment, nuk e di, po duhet pastroja prapë. Do të thënë 2 ditë pas e kam lindur unë kam ribër punë të shtëpisë prapë nga e para. I përballoje dot fizikisht? Në atë moment nuk e kam kuptuar që se përballoja dot, por e kam kuptuar mbas 1 muaji që unë kam pas bllokim të mesit shtyllos kurrizore. Sa nuk heqja dot të drejtohesha trupin, por ja në formën e L-s. Po pse nuk i kërkoje vjerës ndihmë? Sepse në rastin që unë i thosha një gjë, ajo thoshte si bën ti sikur vetëm ti ke lindur. Unë kur kam lindur s'kam bërë si ty, kam pasur burrin për të mbajtur fëmijët, isha vetëm. Ajo më bëri fakt të prerë që unë më shtondi kam bërë të gjitha dhe s'kam kërkuar ndihmë. Dhe me ishte ti çfarë po kërkon. Të bëri të kuptosh që ti duhet të përballesh vetëm me gjendjen e re, me beben e sapo ardhur në jetë, edhe pse ajo ishte aty. Po, do të thënë përgjithësia jote, doje këtë jetë, super përballoje. Dhe nuk të ndihmoj. Mua jo.
Në asnjë moment. E vetëm moment që ajo mund të merrte fëmin ishte kur unë ja jepja partnerit, vetëm që djali mos të lodhej. Djali lodhej me 10 minuta, ti jo. Ti që e mbaje Ajo mund të vinte në orën 4 në shtëpi 5 dhe djali mund të vinte në orën 6-7. Edhe ajo nuk më thoshte që ke nevojë për ndihmë dashur, ta mbaj unë fëmijën, i klau ose i ka buk. Dhe po që ajo shikonte që unë isha me gji dhe po haja buk. Jo. Edhe nuk më thoshte më jetë. Po ku shkonte ajo gjithë ditën? Punonte? Jo, nuk punon, vinte tek djali tjetër për ta ndihmuar me fëmijët. Kishte ai më shumë nevojë se sa ti që sapo kishte sjell një foshnjë në jetë. Me gjykimin e saj, po, me sa duket. Mund të bëj një ndërhyrje? Po, Antonia, pse mendon që Vjera ishte në këtë lloj raporti me ty? Nuk e di. Kur e kam pyetur një herë pse ajo sillet shumë me mua, justifikimi i saj është se mua më ka ndodhur situata X kur kam qenë me re, që ka vdek partneri. Edhe sjellja ime është kështu sepse unë jam mirë mëndërisht. Dhe kur unë i kam thënë, të lutem, nëse si jam mirë mëndërisht, merr recetat ose ku di unë, ilaçet, kurat e duhura. Edhe këtë sjellje me mua mos e bëj sepse unë s'të kam bërë asnjë gjë, ajo është justifikuar apo unë jam e vjetër mos na dhëveshin. Edhe thjesht është mbyllur në dhomë për një javë, sikur ka vrarë, sikur i kam bërë ku di unë. Dhe për ty si ishte ta dëgjoje këtë gjë? Për mua ishte, nuk e di, në ato momente kur e mendoj, thosha në njërë saj qet jam, thjesht në ato momente kur më tha këtë gjë, unë fika, si thonë, trurin dhe i thash edhe unë kam vojtur, por nuk kam ardhur këtu të shkatroj ty, kam ardhur të bëj të lumtur. Kam folë shumë qetë dhe pse për brenda vetes isha duke shpërthyer, duke thënë me veten time pa unë çfarë kam në këtë mes sepse ti ke vuajtur. Nuk shërbeu ajo lloj hapje. Arrogante. Sa kuptoj, nuk shërbeu ajo lloj hapje e saj një moment që tha, "Do un kam vuajtur", pra të ndërtonte tek ju një raport. Nëse unë vendosja një tenxhere në katin e dytë, ishte në katin e parë, po marrin shembull shumë kështu absurd. Ajo vinte duke thënë, "Kush e ka vënë këtë?" Nuk vjet aty. Në vend të thoshte tenxheria ishte këtu. Të lutem merresi të kush e ka vënë ta vëri këtu. Ajo del dhe gjën një justifikim kaotik thjesht për t'u zënë. Edhe kur ka rastisur që një herë kam folur unë, më është vërsul shumë keq dhe herët e tjera më ka thënë partneri që kur ajo flet ti mos fol, se flas unë. Edhe kur i ka thënë që kam bërë unë, jo po unë brava, bëra copa, shumë mirë, i thotë, e bëra unë, çfarë do bëjmë? Në atë nuk e zgjat siç e zgjat me mua, kurse me mua turret sepse mendon se unë po i cënoj, po unë hapësirën. Këti. Si gjen të sjellje të Vjerës së saj? Pse nëna e bashkëshortit bën këtë reagim ndaj nusës së sapo ardhur në familje? Arsyet që thash mund të jenë nga më të ndryshme. Një person i cili nuk përpunon atë që ka kaluar emocionalisht, fillon ta transmetoj. Është një lloj nervozizmi, një jetë që ti e ke kaluar keq edhe ashtu vijon. Nuk përshërben ajo eksperiencë jotja si një lloj mësimi që ti mundesh të ndërtosh raporte ndryshe me njerëzit. Mund të jetë një lloj mbrojtje e marrëdhënies që ka me të birin edhe përpiqet ta shikoj si kërcënim ose mendja e saj shikon si kërcënim futjen e personave të rinj në mes tyre. Po pra, se asaj dashuria mëmësore nuk i mungon, ndaj djalit ka kujdes. Pra kujdeset që ti marr vajzën sa i mos lodhet, ndërsa me nuse nuk e bën. Në familjen e djalit tjetër shkon vazhdimisht për të ndihmuar. Vetëm Antonia nuk e bën. Duhet kuptuar se si është në familjen tjetër, sepse mund të jetë atje një raport i njëjtë me. Ka qenë më përpara më fal që të ndryhe, por aktualisht nuk ka qenë sepse djali tjetër ka bërë një luftë prej 7 vitesh me të jemën, duke i thënë që do ta pranosh ose nuk ke punë më shtëpinë tonë dhe çfarë ka pranuar? Ka ndryshuar raporti i saj? Po, normalisht, kur ajo takon nusen tjetër e puth në faqe, i thot na mori malli, kam 2 ditë pa të parë, sepse në fundjavë nuk vete vetëm tek ata, dhe ti rri aty dhe thua, "Ok, ç'a bëra unë?" Pra mendon që ajo ndërkohë për një gjë më të vogël i bërtet. Ajo i bërtet, nëse ajo i thot për shembull si kafe dhe kjo i hedh sheqer, po unë s'të thash të më hedh sheqer, domethënë reagimi i nusës tjetër është ku di unë. Të pret me këmbë të para i them në shqiptarët. Edhe unë jam, unë nuk të them edhe kur ti ke fal, unë të kërkoj falje që mos të ngrihen gjakra. Ti më vërtet, kurse ajo të vërtet dhe ti i thua direkt më fal dhe i thua, në rregull, po të bëj një tjetër, kurse nusës që ke aktualisht nuk i ke nxjerr një gotë ujë. Erdhi mbesa në jetë, mbesa e parë për atë, sepse s'ka mbesë tjetër, i kanë hipër të tjera. Vajza juaj, vajza jote.
Po, duhet bënte minimalisht, ku di unë, na priste si që takon për hije një gjyshe më falë, se ndoshta e mësuar me ca gjëra, se në shqiptarët kemi gjëra shumë të bukura me pritja në familje. Ne kur lind një fëmijë i vogël e presim me mbëlsirë nusën. E presim me peshqeshe. E presim me dashuri, i themi shoqyrë që shpëtove vetë, shoqyrë që mësolle një lumturi në shtëpi, por unë fjalët e bukura nuk i pres janë bot, po të paktën të thoshte të na rroj. Ti se dëgjove këtë Të na fjalë? rroj. Nuk e kam dëgjuar. Unë e kam dëgjuar në kritik, si bëre ti përpara se të lindje, nga dhimbjet që kam pasur para se të lindja në shtëpi. Ti na të merrove, e bëre të madhe, dhe kushdo që vinte në shtëpi e bënte, na vinte për vizitë kush, kjo e bëri të madhe, kjo bëri ulëriste, se kush di çfarë po bënte. Të rrija e shokuar, pastaj batuta që bëri mbasi unë kisha gocën vetëm 2 javë në krah dhe po fliste me një familjar që na kishte ardhur për vizitë për të na uruar. Thonë që kur bebja qa në gjumë i vdes mamaja dhe unë që kisha në krah fëmijën tim dhe ngriva, edhe ajo e pa që mua mu zvert fytyra dhe njeriu tjetër, jo kjo, ai tjetër që ishte aty tha pa vëllari këto shaka pa kripçike. A më se shaka ishte mos ta marrë seriozisht. Duket se në vetdijen e saj shkon deri në dëshira të frikshme, ëh? Jona? Është një, duke sikur shkarkon diçka tek marrëdhënia me të, marrëdhënia me Antonian. Ka një gjë të pasgjidhur që Antonia ja zgjon edhe ajo e shkarkon aty. Ndryshe nuk gjej dot kuptim në këtë raport kaq tendencios, kaq negativ. Ndonjëherë duhet themi njerëzit kanë dhe prirje negative ndaj nesh, në situatave, por duhet kuptojnë çfarë stimulon këtë person që ma më kthehet në këtë formë. Pse pikërisht, sepse nga Antonia shikoj që është një dëgjoj, nuk e shikoj dot, por dëgjoj që është shumë e ëmbël edhe shumë e komunikueshme, mendoj se me të mund të krijosh një raport shumë të mirë, por nuk gjej dot kuptim pse Vjera në këtë rast nuk ka krijuar. Për të lënduar Antonia, e di çfarë bën Vjera e saj? E përgdhel vajzën me fjalë denigruese, fyese. Antonia, mund të ma shpjegosh ti më mirë se çfarë ndodh në ato raste? A mund të thuash një fosh 2 muaj, 3 muaj, do të 2 për 3 diçka tillë se mbaj mend fix datën. Rrugaçe? Rrugaçe. Mund të thuash një fosh një qyryfylle, domethënë kokboshe në shqip, ose rrëmuja gjesh, ose llupse. E ke pyetur pse ka këto reagime me fëmijën? E kam parë në sy dhe kur ajo e kam parë në sy dhe domethënë se kuptoj tjetër kur të shikon sy që do të thotë diçka vetëm ikën nga dhoma, sepse di që unë nuk flas, nuk jam tip që unë të bëj luftë. Unë jam një njeri që të mbledh, por ama kur të flas, thjesht të vati të cepi dhomës dhe të gozhdoj. Dhe nuk të gozhdoj me fjalët e mia, por të gozhdoj me fjalët e tua. Edhe unë atë momente kur ajo ka thënë gocë rrugaçe, unë thjesht kam ndaluar së marri frym, jam skuq komplet, ka rrjedh lot nga syt dhe ajo ka ikur nga dhoma sepse unë isha ula këmbën, si kisha 2 këmbët mbi divan, i ula këmbën dhe isha gati ti thosha a je mirë nga trut e kokës, ti thosh një fosh një ashtu dhe ajo iku. Dhe thjesht partneri më ka parë në sy dhe ka thënë të lutem qetëso, sepse pa që unë u bëra në një gjendje që isha ta kapja dhe ta gjuaja ndoshta. Dhe kur ajo i thot fjalë të tjera për këtë li, i kam thënë partnerit të lutem ndërhy, mos më lë mua të ndërhy sepse unë nëse ndërhy ne do dalim të gjithë nga ajo dera kryesore dhe nuk do kthehemi më. Edhe i ka fol ai, i ka thënë të lutem, boll me këto përkëdheli, boll me këto fjalë që nuk kanë kuptim në gjuhën shqipe. Jo po jam përkëdheli nga zona ime. Okej. Nuk dua ta dëgjoj më. Ka shumë fjalë të bukura për t'i thënë fëmijës, si lepërushe, e ëmbël. Ku di unë fjalë shumë të bukura tjera, pse ty t'i thuash ato me nuk kuptime. Nëse ti i thua këtë gjë asaj, ajo mbyllet thjesht në dhomë dhe viktimizohet, duke thënë ja, erdhi ajo dhe bëri këtë gjë. Po i kam thënë partnerit thjesht që unë s'mundem dot më dhe do të gjej një zgjidhje se s'bën, ose unë do gjej një zgjidhje dhe atë nuk do t'i pëlqej. Megjithatë arrit të kuptoj që deri diku partneri të jep një mbështetje morale, nuk e di sa mjafton në rastin tënd, do ta prekim edhe më vonë këtë gjë, por për të trajtuar pak bashkë edhe me Jonën ndjesitë që ty të ka dhënë reagimi ose që më saktë ka shkaktuar reagimet e shumta të Vjerës tënde dhe përmendë atë momentin kur u skuqe dhe nuk po merri dot frym. Sa shpesh je ndodhur në situata të tilla ku ti je ndjer keq fizikisht për shkak të reagimeve të saj? Shumë. Kur goca ka qenë 3 javëshe, kur goca ka qenë 40 javëshe,
Pastaj derisa vajti 1 muaj e gjys, se unë s'kam qenë këtu, kam qenë në Shqipëri, edhe kam qarë zëre çdo ditë dhe më merrte fryma sepse kujtoja çdo sken, situatë kur unë nuk kisha më në prezencë saj në një shtëpi. Kujtoja çdo sken, situatë dhe vetëm qaja deri në atë pikë sa nuk merrja dot frymë dhe i thoja vetëm vetes time, të lutem qetëso sepse ke një fosh, një që ka shumë nevojë për ty dhe nuk është gati ti të largohesh. Vetëm kaq e ngushëlloja veten në mënyrë që të mund të qetësohesha sepse ndryshe do isha duke mos marrë më frymë. Po pra, Jona deri në të shpike ka dëmtuar kjo situatë shëndetin edhe psikologjinë e Antonias. Mund ta fillojmë nga pjesa e shtatzanisë, Po, kur është shumë e rëndësishme. ka filluar edhe që me tha dhe vetë përmendit fjalën minimizim ose të zvoglosh eksperiencën që dikush tjetër kalon, Po. por një eksperiencë e shtatzanisë, siç e dim, në aspekt hormonal është shumë delikate, është shumë e ndjeshme sepse është vetë procesi i trupit që përgatitet për një jetë edhe të bën të përjetosh disa emocione më fuqishëm se disa të tjera. Dhe kur merr konsiderat që vetë pjesa e brendshme e trupit tënd është duke ndërtuar një lloj stabiliteti ose duke gjetur si të funksionojë në këtë kushte hormonale, kemi një ambient të jashtëm që deri diku është toksik. Dhe kur ndodhin të dyja paralelisht, ti mundesh ta gjesh veten në kushte ku nuk di më se si të funksionosh, si të ta përballosh, si të merresh vesh me njerëzit që ke rreth e përqark. Dhe këto efekte nuk është se ndihen direkt, mund të ndihen edhe më vonë, pra kur fillon pjesa e postpartum ose pasi ke lindur, dhe aty mund të ndodhë ajo pjesa e shkarkimit dhe nënat ndonjëherë trëmben, thonë nga më vinë këto ndjesi, por vinë edhe nga eksperienca që përjetohet gjatë shtatzanisë. Sa e mbështetur je ti, sa ke arritur të gjesh një lloj lidhje me trupin që po ndryshon, një lloj reagimi tjetër me gjithë strukturat të cilat tashmë do fillojnë të marrin një drejtim ku nuk do kthehemi më pas. Dhe kjo lloj përgatitje shfrenohet nga njerëz të cilët na ngacmojnë, por jo në mënyra që ne mund t'i tolerojmë. Janë ngacmime të cilat prishin për herë marrëdhëniet. Dhe po të shikosh, kjo nuk ka shërbyer as për ta frenuar, pra që të jesh e ndjeshme ndaj një nëne që po pret një fëmijë, duke qenë se ti vetë ke kaluar më përpara dhe të mos kesh aspekt të ndjeshmërisë, në fakt më duket shumë e frikshme për një person me gjithë ndërhyrje që bën dhe ka bër, me atë që tregon Antonia. Dhe siç po thoja, këto efekte shfaqen pas lindjes, mund të vinë në forma që ne i themi baby blues, që janë ato momentet e vogla dyjavore që zgjat një trishtim, një lloj shkëputje me veten sa trupi të fillojë të reatohet, ose mund të zgjaten në më shumë. Mund të kemi edhe episode ankthi, jo vetëm depresive, që do thotë një nën mund të ketë këto simptome që Antonia ndahu, pjesën e rrajeve të zemrës, ngushtimit, pjesën e frymarrjes, mendimeve shumë ne i themi intruzive ose ndërhyrëse të forta që lën tek ty gjurmë të frikës. Frikë se mos ndodh diçka me mua, frikë se mos ndodh diçka fëmijës, mjedisi, paratia, pasiguria, të gjitha këto ndërhyjnë edhe nëse nuk trajtohen ose nëse janë një eksperiencë aq fuqishme, mund të mbeten për gjatë gjithë jetës, gjithë kohës ose një kohë të gjatë që ty mund të dëmtoj, por për më tepër mund të prish raportin me fëmijën. Pra atashimi. Ne kemi trajtuar këtu në këtë program kaq shumë sa e rëndësishme është lidhja nën fëmijë. Dhe duhet të dimë që ato sjellje që ne po i flasim tani, ato sjellje që duken si komike her pas here, ne fillojmë të tallemi me marrëdhënien vjernuese, por janë kaq të rëndësishme sepse ato efekte mund të shkojnë deri tek krijimi i marrëdhënies nën fëmijë, që është kaq delikate dhe kaq e rëndësishme, që jep atij fëmijë sigurinë e mjaftueshme për të ecur, për të avancuar te faza tjetër. Si ndikon si cënohet kjo marrëdhënie? Po ka nëna për shembull që nuk e krijojnë marrëdhënien si duhet me fëmijën. Në rastin e Antonias, ajo ka krijuar një raport shumë të mirë, patjetër është bërë dhe mbrojtëse e saj, duket se reagimi i saj i zemrimit vjen kur cënohet pjesa e fëmijës, se për këtë gjë është mirë sepse e mbron fëmijën. Më pëlqen që edhe ka mbrojtur veten her pas here, domethënë tregon që me fjalët e saj unë mund të vendos limite të qarta kur mungon nga ana partnerit. Po sa kuptohet nga ana tjetër në rastin e vjerrës. Tu pastaj duhen ndërhyrje të tjera, kufinç të qartë që ne mund t'i diskutojmë patjetër. Patjetër. Po Antonia,
Thjesht doja të thoj një situatë pse unë reagoj, sepse kur i ka thënë fjalë kozës time rrugaçe, ajo nuk ka folur për një javë, nuk ka lëshuar as tinguj më. Vajza. Më thënë nëse ajo fillon të bënte au, gau. Do të thënë ato sinjalet e para të komunikuarit të një bebeje, ajo nuk ka folur për një javë dhe në atë momenti që unë e kam parë para syve dhe ajo është dredhur e gjitha. Edhe ajo thjesht u shtangë dhe përrinte dhe më kërkonte mua që ta merja në krah dhe më është dashur një javë që unë t'i flas mbi 8-10 orë, sa kohë që ajo ishte zgjuar, që ajo të fillonte të thëdërisë të fliste dhe që tani ajo fillon bën zhurmë të bënte ato bugatjet e tipike të një foshnje të vogël. E shikon që del deri dhe ajo 3 muajshe ka thënë ma. 3 muajshe ajo ka thënë ma. Dhe pastaj ka thënë ba dhe tani ajo dhe pse ajo është sill në atë lloj mënyre, unë nuk e ndaloj fëmijën tim që ajo të gëzoj kur ajo vjen në shtëpi, i flas gjithmonë erdhi nana. Foli nënës, edhe kjo fillon i flet. Sa pozitive. Nuk e ndaloj. Shumë pozitive. Edhe pse ajo e ka sillat të sjellje, nuk e ndaloj sepse nuk dua që nëse të më thotë jo, po ti e ke fajin ma, se ti më ke larguar nga ana jote. Jo, dua që ajo të rritet, që ti të paktën e jep investimin nga ana jote. Është për të vlerësuar. Po, dhe dua që ajo kur nesër të rritet të gjykojë dhe të shikojë se çfarë është, si është situata dhe të gjykojë me mendjen e saj të pastër që kjo është një gjë e mirë për mua dhe kjo është një gjë e keqe. Mami nuk më ka ndaluar të takoj askush, mami më ka mbalur mua të jem e sigurt. Nuk më ka ndaluar të takoj kërkush. Edhe vllajën e vet që mund ta lëndoj në momente të shfryra nga dikush ose nga vetja ose nga situatat që ndodhin rreth, unë nuk e kam lënë të mos ta takoj. Ai e kap e ngre në krah në mënyrë duke vënë dorën poshtë fytit, në mënyrë pakujdesshme, tenton ta puthim buzë, tenton të vendosi dorën në bebelin. Janë sa gjëra që një nën tjetër do të thoshte, "Di si puna, nuk është djalë im, mos e prek." Edhe unë doja ta silla në vëmendje Antonio. Doja ta silla në vëmendje